Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ju del gjumi pa pritur në mes të natës. Kjo tregon se keni këtë problem shëndetësor. Dëgjojeni tani. Rreth 4 deri në 5% e zgjimit është normal gjatë natës, por nëse ju ndodh që të zgjoheni gjithmonë në të njëjtin orar për një kohë të gjatë, kjo mund të vijë për shkak të disa arsyeve. Se cilat janë ato do t'i rendisim në këtë video sipas Healthline. Pozicioni i gabuar i gjumit mund t'ju bëjë që të zgjoheni gjatë natës. Simptoma të tilla si lodhja kronike, dhimbjet e kokës, urthi, dhimbjet e qafës ose të shpinës mund të shkaktohen nga fjetja e papërshtatshme. Jo gjithashtu duhet t'i kushtoni vëmendje shtratit tuaj dyshekut, që nuk duhet të jetë shumë i fortë, por as shumë i butë. Sigurohuni gjithmonë që jastëku të mbështes qafën dhe kokën tuaj. Rekomandohet që të flini në anë të majtë për një gjumë më të qetë. Zhurma mjedisore gjithashtu mund t'ju bëjë që të zgjoheni gjatë natës. Nëse jetoni në qytete të mëdha, e dini se si është ekspozimi ndaj zhurmave të ndryshme ditën dhe natën. Alarmi i partnerit, radio e një fqinji, autobusi që kalon aty pranë ose ndonjë kafshë shtëpiake që luan përreth. Këto janë shkaktarët e prishjes së cilësisë së gjumit. Sindroma e këmbëve të shqetësuara. Nëse zgjoheni me një dëshirë të fortë për të lëvizur këmbët, ndoshta keni sindromen e këmbëve të shqetësuara RLS. Ky problem neurologjik mund të shkaktojë kruajtje ose ndjesi zvarritëse të këmbëve tuaja. Ndonjëherë mund të ndjeni edhe dhimbje të themrave dhe pulsime të gjymtyrëve tuaj të poshtëm. Temperatura e gabuar e dhomës gjithashtu mund të jetë një shkaktar i zgjimit në mes të natës. Nëse e shikoni veten duke u zgjuar në mes të natës, sepse ose jeni shumë ftohtë ose shumë nxehtë, problemi është temperatura në dhomën tuaj. Si rregull, temperatura e trupit tuaj duhet të jetë më e ulët pak përpara se të shkoni për të fjetur në modalitetin e gjumit, por nuk do të thotë se dhoma juaj duhet të jetë akull e ftohtë dhe as tepër e nxehtë. Edhe pirja e alkoolit mund të ndikojë gjithashtu në përkeçimin e gjumit tuaj. Megjithëse alkooli ka efekte qetësuese që mund t'ju bëjnë të flini mjaft lehtë, ai në fakt mund të jetë një arsye për ne të tuaj pa gjumë, ndërsa trupi juaj metabolizon alkoolin në sistemin tretës, cilësia e gjumit mund të përkeçohet. Ju mund të filloni të trazoheni shpesh dhe madje të zgjoheni në mes të natës. Kalimi i kohës së gjatë në internet mund të prishë cilësinë tuaj të gjumit. Navigimi në rrjetet sociale në të vërtetë mund të dëmtojë cilësinë e gjumit tuaj. Siç shpjegojnë disa studime, ekspozimi i tyre, sidomos në pjesën e syve në drejt dritës blu gjatë mbrëmjes, parandalon trupin që të prodhojë hormonin e gjumit, duke ndikuar kështu edhe në procesin e pagjumësisë. Nëse ju ka ndodhur që të zgjoheni për disa ditë me radhë gjatë të njëjtit proces të mëngjesit dhe më pas gjatë natës gjatë orëve të vona të gjumit, mund të duket rastësi, por në mjekësinë tradicionale kineze TCM mund të ketë një shpjegim pse ju del gjumi në këto orare. Çdo organ ka orën e tij biologjike, ndaj ekspozimi për një kohë të gjatë në çdo aktivitet mund të krijojë edhe rutinën tuaj. Disa organe bëjnë punën më të madhe gjatë natës dhe arsyeja pse zgjoheni gjithmonë në të njëjtën orë mund të jenë simptoma të ndonjë problemi shëndetësor, të cilat nuk duhet të neglizhohen. Nëse flini rreth orës 20 dhe zgjoheni rreth orareve 21 deri në 23, mund të keni këtë shqetësim për shkak të tiroideve. Gjatë fazave të para të gjumit, sistemi endokrin ribalancohet, ndërkohë që enët e gjakut bëhen më aktive. Kjo do të thotë se çdo problem shëndetësor i lidhur me sistemin imunitar, tiroiden, gjendra veshkore ose metabolizmin mund t'ju mbajë në zgjuar. Vështirësia për të fjetur në këto orar mund të jetë gjithashtu shenjë stresit ose ankthi gjatë ditës. Për të përmirësuar cilësinë e gjumit në këtë fazë, mund të praktikoni meditimin, jogën ose ushtrimet relaksuese. Nëse ju del gjumi rreth orës 23 deri në orën 01 të mbrëmjes, mund të keni këtë për shkak të gurëve në veshka. Tëmthi prodhon një lëng të quajtur bile, që nevojitet për tretjen dhe absorbimin e të gjitha yndyrnave që konsumohen gjatë ditës. Zgjimi në këto orë të natës mund të paralajmërojë për
gurë të tëmthit ose edhe për uljen e konsumit të yndyrnave të konsumuara të shëndetshme. Nëse ju del gjumi vazhdimisht për një kohë të gjatë rreth orës 01 deri në orën 03 të mëngjesit, mund ta keni këtë për shkak të shqetësimeve të mëlçisë. Gjatë kësaj kohe trupat pastrohen vetë duke hequr mbetjet nga gjaku, duket dhe indet e tjera, prandaj zgjimi në këto orë mund të tregojë për nivele të larta të toksinave të trupit, që duhet të përpunohen nga mëlçia. Që ky organ të funksionojë si duhet, pini më shumë ujë dhe kufizoni alkoolin dhe kafeinën gjatë ditës. Nëse gjumi ju del vazhdimisht rreth orës 03:05 të mëngjesit, kjo mund të vijë për shkak të shqetësimeve në mushkëri. Mushkërit janë organet e para që fillojnë të mbushen me oksigjen duke transportuar atë në sisteme të tjera për t'u përgatitur në një ditë më të re. Nëse zgjoheni rreth orës 03:05 të mëngjesit, duhet të keni simptoma të tilla si kolla, teshtima ose bllokimi i hundëve, paralajmërojnë për probleme shëndetësore si ftohja, gripi ose edhe dieta e varfër. Nëse zgjoheni rreth orës 05:07, mund të vijë për shkak të shqetësimeve të zorës së trashë, citon Brightside. Gjatë këtyre orareve të mëngjesit, energjia është e përqendruar më shumë në zorën e trashë për të pastruar mbetjet nga trupi. Nëse keni probleme të çrregullimit të këtij organi, mund të përjetoni kapsllëk, shtim në peshë ose plagje të parakohshme. Që zora e trashë të funksionojë si duhet dhe për këtë rregull, ciklin e gjumit, duhet të tendosni muskujt, të pini më shumë ujë ose të shkoni në tualet pasi të zgjoheni, në mënyrë që të ribalanconi shëndetin tuaj. Gjatë ditës të gjithë harxojmë më shumë energji, kështu që ju duhet një gjumë i mirë, por shpeshherë e kemi të vështirë që të flemë si duhet. Në rastin e të rriturve rekomandohet që të flenë 7 deri në 9 orë gjumë rresht, në mënyrë që trupi dhe mendja të shërohen. Sidoqoftë, nëse keni probleme të bini në gjumë, duhet të dini që për fatin tuaj të mirë ka dhe produkte natyrale, të cilat do ju vinë në ndihmë edhe në cilësinë e gjumit dhe do të parandalojnë gjithashtu edhe shqetësimet tuaja të pagjumësisë. Prandaj sigurohuni që të pasuroni dietën tuaj me sa më shumë produkte natyrale si qumshti i ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban triptofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë që na jep ndjenjën e lumturisë dhe të mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet më së shumti në këto kushte dhe kjo është thelbësore pasi mund të nxjisë gjumin edhe për ata që vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji i mentes gjithashtu mund t'ju vijë në ndihmë. Çaji i mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive antiinflamatore. Mentet gjithashtu zvogëlojnë intensitetin e tyre duke lejuar trupit të pushojë siç duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një mundësi e shkëlqyer për të marrë parasysh. Lëngu i qershive. Lëngu i qershive si qumshti përmban triptofan, prandaj ai mund të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë duke siguruar më shumë orë pushimi gjatë natës. Qumshti i arrës së kokosit. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy minerale që janë të aftë të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë një gjumë më të mirë. Përveç kësaj, ai zvogëlon presionin e gjakut dhe entjen në veshka. Palësasive të mëdha të elektroliteve natyrore ndihmon trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet. Një tjetër produkt natyral për shëndetin tuaj janë edhe bananet. Bananet gjithashtu përmbajnë triptofan, përveç dy mineraleve kryesore që relaksojnë muskujt, kalium dhe magnez. Fruti ka një efekt qetësues që funksionon në mënyrë integrale dhe zvogëlon stresin fizik. Gjithashtu sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomakun dhe çon në një ndjenjë të ngopjes gjë që rri dëshirën për të fjetur. Gjithashtu edhe qumshti i bajames dhe çaji i kamomilit mund të jenë disa nga opsionet që mund të jenë pjesë të dietave tuaja për një gjumë cilësor. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like,
dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.